Adelina Lushi është nëna e 3 fëmijëve. Për fat të keq, të gjithë fëmijët e saj vuajnë mungesën e dëgjimit. Nëna tregon se ti edukosh, arsimosh, është e mundimshme, por është përpjekur t'u jap përkushtimin maksimal. Nga ndryshimet e bëra në spital, vetëm njëra prej vajzave është përmirësuar, ndërsa 2 të tjerët mësojnë vetëm me aparatura audio. Këtë defekt tek fëmijët e saj Adelina e ka mësuar vetëm pasi ka sjellë në jetë, sepse më herët asnjë aparatur në Shqipëri nuk arrin të dalloj këtë problem që na embrion. Zonjë, keni 3 fëmijë të cilët kanë pasur probleme me dëgjimin? Po, të 3. E madhja, e dyta dhe e treta. Si është ndjetur tani? Tani më mirë, po të dytën e kemi çik më të rënd. Brunilda që në klasën të parë, e ka më mirë dëgjimin tani që ka 2-3 muaj që ka vënë aparatët, por në shkollë nuk po qëndrohet, do shumë simbe. Shumë e vështirë. Nuk po gjithë ditën sërim do se kemi dhe punë. Po. Mjekët thonë se incidenca e shurtësisë vjen në 70% të rasteve nga defekti gjenetik dhe në raste të tjera nga infeksionet apo nga përdorimi i medikamenteve ototoksike gjatë shtatzanisë. Shkaqet e tyre janë përveç shkaqeve gjenetike, janë edhe shkaqe të tjera që lidhen me sëmundshmërinë e nënës gjatë shtatzanisë, siç mund të jenë infeksione të ndryshme të zinxhirit tort që quhen, mund të jenë infeksione që pastaj kalojnë dhe shkaktojnë hiperbilirubinemi tek fëmijët, apo përdorimi i medikamenteve ototoksike gjatë shtatzanisë, pra ka disa medikamente që shkaktojnë dëmtim të dëgjueshmërisë, trauma të lindjes. Ndërsa Ministri i Shëndetësisë ka marrë përsipër shtrirjen e këtij projekti diagnostikues, por e ka konsideruar si sfidë për shkak se duan aparatura, vende dhe staf mjekësor të përgatitur. Betejë fitohet vetëm nëse në momentin e dur, në kohën e dur kemi diagnozën e cila na jep kohën dhe mundësinë e ndërhyrjes. Vënë në dispozicion gjithmonë më shumë e një personeli gjithmonë më të gjerë që e njeh problematikën në mënyrë profesionale. Sipas një studimi të bërë në 4 maternitete, në çdo 1000 lindje 2.16 fëmijë rezultojnë të jenë të shurtët. Nëse ky testim do të kryhen në të gjithë maternitetet e Shqipërisë, të paktën 70 fëmijë çdo vit do të rezultonin me këtë paaftësi.